Ka pyet Nazmiu e kalon Oltin. Po Olti çka kalon handball? Unë menoj që Prishtina prej këtyre 20 viteve, unë menoj që rrugtimi jam do të më qenë inspirim për këtë lojtar të ri. Për shkak që e para, unë me moshën 18 vjeçare, 2 vjet pas debutimit në ekipën e parë, unë u shfal lojtari më i mirë në Kosovë, tek seniorët. Edhe në momentin që unë kom qenë edhe handballist, kom arrit edhe me përfundu fakultetin, kom arrit edhe me u punësu, po edhe me qenë handballist, po them i mirë. Kështu që unë menoj që secili i ri edhe e re duhet me marr rrugtimin tem si inspirim që gjatë karrierës sportive mundet me u angazhu edhe në aspekte tjera, qoftë shkollimit, qoftë punës, qoftë edhe aspekte tjera. Mbi gjitha, është e rëndësishme që çdo sportist që synon pensionimin me paramendu edhe me ndje që duhet mi dhon mbrapa klubit diçka. Klubi duhet mi lon diçka, duhet mi lon angazhim, duhet mi lon dashni, duhet mi lon kujdes, mirëmbajtje për gjeneratat e reja që po vinë, sidomos tenis